dhjetor të vitit 2019. Është regjistruar një javë pasi zoti Altin Dumani ishte prokurori i Spakut, nisi nga puna. Dhe prej vitit 2019, dhjetor 2019-s, deri sot kanë kaluar afërsisht 6 vite. Dhe 6 vite Spaku nuk ka mbledhur akoma provat për të inkriminuar ose për të marrë në përgjegjësi penale presidentin e Republikës. Dhe presidenti i Republikës sot që po flasim, po rri në paraburgim një absurditet i jashtëzakonshëm për akuza që të cilat ai nuk i di. Ky është ajo që ne duhet t'u themi sot shqiptarëve. Nëse dale, nuk është aty problemi, nuk është kaq i thjesht sa mendoni ju. Problemi që ndon pse mbahet, pyetja është pse mbahet presidenti i Republikës në paraburgim. Ky është thelbi i gjithë. Sepse ka kaluar, shiko, duhet kuptojmë diçka. Klodiana, dëgjoj, të mbaroj unë edhe vazhdo flisni. Presidenti i Republikës është komunikuar akuza dhe ju e dini. Akoma ne prisim sot të përfundonin hetimet, sepse afati 1 vjeçar përfundon nesër, datën 10. Nga regjistrimi si person në hetim në qershor të 2014-s. Spaku nuk ka tejkaluar afate sepse ai afatet mund t'i zgjashesh në drejtën e tij procedurale. Problemi qëndron pse mbahet presidenti i Republikës sot në paraburgim. Kjo është pyetja që shtrohet sot, sepse ne nuk jemi kundër hetimit, presidenti nuk është kundër hetimit, presidenti është pro hetimit dhe pa diskutim do t'i nështrohet çdo lloj procesi, por pse mbahet në paraburgim, ky është problemi. Problemin mund të ju e dini shumë mirë Anila, shiko, ju e dini shumë mirë pse mbahet, sepse çështja është politike, dhe çështjet politike mbahen në paraburgim. Dhe mënyra se si u arrestua zoti Meta, ju e dini shumë mirë. U arrestua kryetari i Bashkisë së Stambollit në mënyrë qytetare, pavarësisht dhe ai politike, u arrestuan çdo lloj personi që është arrestuar, qoftë edhe Putini po deshët ju, i ka arrestuar në mënyrë qytetare. Presidenti i Republikës Ilir Meta është rrëmbyer dhe rrëmbimi i tij tregon edhe një herë që Spaku është kthyer në një prokurori politike, sepse nuk ka si t'i vëmë një emër tjetër kur ky procedim ka nisur 6 vite më parë. E dini që ka nisur 6 vite më parë? Dhe kjo është arsyeja. Tani ajo nuk heton Spaku, atë heton prokuroria e Tiranës. Dhe Spaku po të kishte ndërgjegjen dhe po të kishte moralin dhe po të donte ta zbarte, mundet të indikonte tek ata policë që rrëmbyen presidentin e Republikës në mënyrë më kriminale dhe barbare. Tani ne shiko, ne nuk na ishte të drejtën e kundërshtimit, se edhe Roxha nuk ja ishte drejtën e kundërshtimit. Ne po flasim çfarë po ndodh sot me hetimet. Kjo është ajo që duhet u themi sot shqiptarëve, që inkuzicioni që po bëhet ndaj presidentit të Republikës është i paprecedent sot në Europë. Nëse ne mendojmë si jemi një shtet i së drejtës dhe demokratik, është absolutisht e pa moralshme, po dhe ligjore që ti ta mbash presidentin pafundësisht në paraburgim. Këtë po them pra. Se Spak sipas sot ka tejkaluar afatin 1 vjeçar. A keni depozituar ju sinvoltës një kërkesë për zhvillësim masës së ligjit për zotin Meta, pyetja e parë, dhe pyetja e dytë. Ju thatë që hetimi për atë që ju e konsideroni rrëmbim të Ilir Metës është në prokurorinë e Tiranës. A keni ju një përgjigje zyrtare nga ky institucion se në cilën fazë janë hetimet? Shiko, ne nuk kemi informacion për këtë, sepse policia duhet ta niste vetë këtë. Mënyra se si u arrestua presidenti pa vendosur përpara një copë letër për arsyet e ndalimit dhe rrëmbimit në rrugë kryesore të Tiranës, ne nuk po merremi me këtë pjesë, sepse kjo dihet pse u rrëmbye. U rrëmbye për ta bërë shembull dhe për të trembur qytetarë shqiptar. Ne kur rrëmbej presidentin, ju nuk u llogarisim. Kjo ishte mënyra e autokracisë së Tiranës. Tani, ne po flasim sot për një çështje të cilën presidenti po përballet. Po përballet me qetësi, ka 7 muaj. E dini ka mbi 7 muaj në paraburgim? Dhe prokuroria me detyrimin ligjor që jep neni 246.6 që çdo 2 muaj do t'i kërkoj gjykatës pra të bëj verifikimin e masë sigurimit dhe prokuroria nuk e ka bërë këtë. Ne nuk e kemi kërkuar, po prokuroria vetë se nuk e ka bërë. Sepse ka një detyrim ligjor. Ju e dini shumë mirë se jeni juriste dhe e dini që prokuroria duhet ta bënte çdo 2 muaj. Ne nuk e kemi bërë kërkesën sepse shiko, ne kemi mënyrat tona ne kemi taktikat tona të mënyrës së hetimit dhe ne këto të gjitha do t'i pasqyrojmë në më vonë do rinë gjykatën e Strasburgut. Sot apo ditët në vijim do paraqesim dhe kërkesën gjykatën kushtetuese dhe ne do vijojmë betejën tonë. Problemi qëndron që si ka mundësi që Spaku, prokuroria e posaçme, vazhdon sot, pas një viti dhe sot unë nuk kam prova që të përfundoj hetimet për presidentin Ilir Meta. Këtë është. Tani, kjo është një kërkesë, kjo nuk është kërkesë. Kjo që është këtu është njoftimi për zgjatjen e hetimeve.
Sepse nesër ka zgjatur afatet po. Po, i ka zgjatur dhe 6 muaj. Është herë e dytë që po i zgjat 6 muaj. Herë e parë ishte në 10 dhjetor të vitit 2024, i zgjati deri në qershor ku jemi sot dhe tani kërkon përsëri një zgjatje tjetër të afatet hetimeve. Tani ju e dini që prokuroria e posaçme kur i zgjat hetimet i zgjat 6 muaj sepse aq e ka dhe ligji në dispozitën e kodit të procedurës penale. Kështu që ata mund të përfundojnë hetimet dhe brenda 5 muaj dhe 3 muaj, po flas për zgjatjen. Asgjë, po presim prova. Është shumë e thatë Jaku e keni, është shumë e komunikuar patjetër dhe presidentit dhe thot ne po presim prova, po presim një akt ekspertimi të ish vjerrës së zotit Meta, se ç'lidhje ka zoti Meta tani me aktet e ekspertimit që bëhen për ish vjerrën e tij. Hajde gjeni ju tani një lidhje ka përcim juridik që bën Spaku, o më të hetoj, o Anila, nuk po flenë mi gjë, të hetoj gjithë ditën Spaku dhe 300 vjetë. Problemi është ky, përse e mbajnë në paraburgim. Ky është thelbi i gjithë që ne kërkojmë. Ne nuk jemi kundër hetimit dhe kundër zgjatjes të afatit hetimit. Po. Kjo është sepse është arsye politike. Shiko. Po ne tani u njohëm, Anila, ne tani u njohëm me këtë vendim, ja, tani u njohëm. Prandaj erdha këtu, e mora, po pa dyshim që do ta kundërshtojmë. Dhe ne do kërkojmë përse po e mbajnë. Betejat e tjera gjyqësore në Shqipëri që do t'i kryeni brenda verës. Shiko, ne javën që vjen do dorëzojmë, do paraqesim në gjykatën kushtetuese kërkesën për sa i përket të masave të sigurimit. Pas gjykatës kushtetuese, nëse gjykata kushtetuese nuk reflekton në bazë të ligjit dhe dispozitave kushtetuese, ne do vazhdojmë betejën tonë në gjykatën evropiane të drejtave njerëzit. Këto janë mjetet ligjore që ne ndjekim, se s'kemi rrugë tjetër. Kjo është tani zoti Meta e ka komunikuar, ju komunikua patjetër nga prokurorët e posaçme. Ka kraniku një shtetasi dhe edhe pse i është komunikuar akuza, ndërkohë i është zgjatur afati hetimor në çështjes sikurse rasti Meta. Shiko, duhet të kuptojmë diçka, Nila. Nëse ne e lidhim çështjen Meta, jo presidenti aty, po presidenti këtu, ne nuk jemi gjikundi. Problemi qëndron që edhe në vendimet të gjykatës evropiane të drejtave njerëzit thuhet, nëse një vepër penale nuk është në kushtet e flagrancës, qoftë kjo edhe korrupsion, dhe kur mendohet që është kryer në kohë të largët, atëherë mund të ndiqet në gjendje të lirë. Unë nuk e di me çfarë dispozitash punon prokuroria e posaçme, që duhet patjetër të bëjë inkuizicion që ta mbaj presidentin e Republikës në kushtet e paraburgimit. Unë po a them me bindje, futuni dhe shikoni dhe Aranit Qela nuk arriti nivelet të këtij inkuizicioni që po bëhet sot ndaj presidentit dhe ndaj të gjithë atyre të cilët janë aty në atë prokurori. Nuk po flas vetëm presidentin, po e po qit figurë politike. Presidenti është dhe shefi i opozitës numri 2 opozitës, pas zotit Berisha, dhe kështu që unë nuk e di, nuk ka shembull tjetër që ta mbash 6 vite të regjistrosh procedimin penal, pas 6 vitesh të fillosh pastaj të zgjasësh përsëri hetimet. Unë nuk e di nëse ka ndonjë shembull të dytë, ju ma thoni që unë pastaj të hesh mos flas më. Kjo është. Ju insistoni për rëmbimjen e zotit Meta, për mënyrën se si u arrestuar. Por sa kaq, teksa prisni që prokuroria të vjetë në vize nga policia apo AMP-ja, ju keni njoftuar instrumenta kundër torturës, sikurse ka dhe funksionojnë institucione të tilla. Po pa dyshim Anila që ne kemi njoftuar gjitha institucionet dhe pa dyshim që kjo çështje do shkojë deri në gjykatën evropiane, sepse ta kam thënë, në autokraci nuk mundet ti të pretendosh të gjesh të drejtën. Ne jetojmë në një autokraci elektorale dhe ne është e pamundur të një autokraci kur i ka kapur autokrati të gjitha institucionet, ne tani të kërkojmë shtetin e së drejtës autokraci. Kjo është ajo që dua të them. Ju tani bëni se kuptoni. Po tani, këto janë mjetet ligjore, Anila. Ne mjetet ligjore janë që Agjencia Mbikëqyrjes Policore duhet ta kishte regjistruar vetë. Ju pyesni, shiko, Klodiana, nuk e kam me ju fare, o Klodiana se kam me ju. Problemi është ky. Nëse ju e keni pyetur ndonjëherë Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore nëse ka regjistruar një procedim për ata policët që rrëmbyen presidentin. Jo, pati një kallëzim nga ana e zotit Meta, nga avokati. Po flas. Ishte një çështje publike. Ju si gazetar keni shkuar ta pyesni Agjencinë Mbikëqyrjes Policore, të interesojeni nëse kjo ndodh ndaj presidentit e Republikës, çfarë pretendohet që mund të ndodhi ndaj qytetarit të thjeshtë. Kjo është ajo që kërkohet pra. Ju si avokat keni kërkuar informacion nga prokuroria për mënyrën se si u arrestua zoti Meta? Shiko, tani ju do të fokusoheni te mënyra se si aty. Unë po fokusohem te çështja që është thelbësore, tek afati, tek zgjatja e hetimeve, që është krejt një mënyrë
inkuizitore që po bën ndaj presidentit. Ju më kërkoni çfarë do bëj autokrati lidhur me policinë që ai e komandon vet, do marri masa ndaj policëve që ai u tha vet, kryeni juve këtë veprim kriminal në mes të Tiranës dhe tani ma kërkoni mua. Pyesë autokratin dhe ua shpjegon autokrati pse i bini gjatë o Anila. Tani, jo të gjitha ti kërkoni nga avokati. Avokati këtu është një individ i cili keq trajtohet si nga prokuroria ashtu dhe nga gjykata dhe ju këtë e dini shumë mirë. Kjo është e gjitha. Faleminderit juve.